Me sloganin "Asnjë cent më shumë" të shtunën e 5 prillit do të mbahet protesta kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike në sheshin Skënderbeu. Sipas organizatorit të kësaj proteste Loan Hasanaj, qytetarët nuk do të mund të përballojnë edhe një rritje tjetër të çmimit të energjisë. Për këtë shkak, ai kërkon që sa më shumë qytetarët i përgjigjen protestës. Do të janë me qindra që janë lajmëruar që do të marrin pjesë dhe ne gjatë tërë kësaj kohe nuk do të ndalemi, duke i njoftuar qytetarët, duke i ftuar që të dalim dhe në mënyrë demokratike ta kundërshtojmë këtë vendim të dëmshëm i cili po rreth kësaj na rëndon jetën së cilit që jeton. Disa prej qytetarëve mirëpritën organizimin e kësaj proteste, derisa thanë se në vend pagat janë të ulta e shtrejtimi i energjisë do të ishte i papërballueshëm. Në këto rrethona, në këto kushte, së ngritën rroga, së rritë kur gjë, më rritë rryma, nuk kom pyeti rryma, po të gjitha kanë me rritë, çdo kush ka me rritë çmimin. Paret ku të mungohen për rroga a disa është vështirë. Nuk është mirë, s'është mirë hiç. E nëse protesta nuk do të ketë rezultat dhe zyra rregullatorit për energji do të vendosë që të shtrenjtohet çmimi prej 15%, nga grupi Asnjë cent më shumë do të ndërmarrin hapin e radhës. Do të bëjmë thirrje që ta bojkotojmë edhe pagesën e energjisë elektrike prej qytetarëve, do të është hapi tjetër dhe protestat do të jenë të vazhdueshme. Pra nuk do të ndalemi vetëm me një protestë deri në zhbërjen e këtij vendimi të dëmshëm. Edhe të hënën ky grup ka mbajtur një aksion simbolik në zyrat e ZRE-s. ZRE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo 1 prill dhe vlejnë deri me 31 mars të vitit pasues.